Po jemi ikona, jemi si gjini, hajde gëzuar, femrat gëzuar, këto fare ikonash, asgjë s'na ndalon, asgjë, nuk ka, ftyra byt, asgjë po të them. Mendja kokër gruri thon, po s'ka rëndësi, kjo nuk vlen për negoc. Fare më, edhe kthehen, jo këto 2 telefonata, rastë, po kthehen. Gja, një vajzë thot, kam qëndruar me atë përveç ofendimeve. Një ditë më tha, duhet më paguash për seksin. Po sa vetë besim kanë ta meshkuj moj motor, a? Do e thënë, përveç ofendimeve të vazhdueshme që kjo goca ka marrë ky çuni, ai çuni ka thënë, duhet më paguash edhe për seksin. Dhe kjo vajza ka qëndruar, nuk e di a ka paguar, nuk e di a ka paguar. Kjo është e bukur, a ka paguar apo jo? Cash or card. E kalon. Ajo është fyra ai ka thënë kaloj kartën. Tu është gjithë ideja. Duke shku të marrë kredi nga këto të voglat. Më falni, për çfarë arsye kredis? Më falni si ta them, po i dashuri më ka kërkuar para për seksin. Po I dashuri. Qëndrova 7 muaj e lidhur me dikë që ka dashur 2 herë të ndahet nga unë. Dhe nuk pranoja dhe pse më thoshte që ai po kalonte kohë me mua derisa të gjente dashurinë e tij të jetës. Mos më bërtisni se kur e kujtoj ndihem tmerrsisht keq. 7 muaj. I thoshte vazhdimisht Që me ty po kaloj kohën, me ty po kaloj kohë, por dori me ty des në gjithë dashurinë time të jetës. me thënë të drejtën, më fal Megli. Unë kur i lexova te Asku Anonim këto, realisht mendoj që dikush mund të ndërroj që kjo gjë mund të ndodhi, por erdhën dhe përgjigje të tjera të ngjashme dhe thash, okay, nuk qen ka trillim, nuk qen ka pjell imagjinate. Jo, bëse ai tha goca ka që fiksohen keq fare mbas i çuni, fiksohen reverse psychology, ai më bën ghost, por u vdes për fantazma. Një vajzë tjetër thot, takova një çun sa për t'i nisur foto atij që ta bëhet xheloz. Ai mala, unread. I ka çu foto me një çun tjetër, ka takuar vetëm për ta bërë xheloz dhe ka thënë që kush ka menduar vetë kjo, ka thënë që kur ta hape foton do të spendet fare, do shkalloj. Unë me ty pa ta fillu për ta bë tjetrin xheloz. Mua më pëlqen kjo. Bëra tatuazh emrin e tij pas një nga zënkave tona se mendova që do e kuptonte sa shumë e doja, por ai më la. Ku ka më bukur? Ngele me një tatuazh me emrin e dikujt. Treshin vën tatuazh e emër thotë. Si ato vër një vizë nga të emri tjetër. Thuaj this is my thing. Ma gjotë të emrin Benja, të emrin Shefqet. Po vajza nuk lidhet njëri me emrin Shefqet. Shiko, me dikë që vendos emrin Instagramit Çeti ai edhe. Çeti. Ajo tjetra ka me zor mos ta lën rrugë. U lidhje me Shefqet. Shefqet është super gentleman. Të ngren ato ka kur i ulet thot, më fal zemra ime dhe të puth në ball. E di çfarë mund të jetë një çun me emrin Shefqet, mund të jetë bodyguard në gard ose në kryeministri maksimumi, sepse aty bën sens Shefqeti dhe të jetë trup madh me mustaqe. Me mustaqe? Jo me mustaqe kështu, me mustaqe, I mean me mjekër, të jetë trup madh dhe të punoj si bodyguard. Vetëm kjo bën sens një çun i ri me emrin Shefqet, përndryshe jo. Po nëse edhe këti do bëj sens ti ulesh që të mos ta lieti. O, Çeti. Jesi mos më rëzdisni, tani mund t'i hiqni tatuazhet tuaja me teknologjitë e reja. Po. Një tjetër thot, i kam dërguar jeta o shef një foto timen, si kur isha viktima një aksidenti të rënd rrugor. Jam shumë e lumtur që nuk o postua se të kësha lënë nam. E kam pata. Ka që ç'është budallaqe. Nëse nuk ka dalë. Ç'është budallaqe. Nuk ka dalë. Gazetarët që kanë parë. A thon po. Sa raste shohin kështu se kjo gazetarë. Është normale. Ku shkon një femër? Kjo është më tepër se ajo që i shul gjur. Ajo ka qenë veprim impulsiviteti për me. Po pra, ka menduar, ka thënë, do shohi dita shef që un kam vdekur. Po ç'të bëj? Ke vdekur, e zënë se ke vdekur, ishte viktima. Hapi lajmin pra. Vazhdova lidhjen me një ordiner që kur ishim në një party, isha duke nxjerrë dhorët në banjo, i thash hajde ikim, ai më tha, jo, se po kënaqem shumë. Qëndrova aty gjithë natën me të. Urdhëro. Jo se po kënaqem. Jo se po kënaqem, vazhdo ti ka gjë. Kjo goca për shembull mund të helmoj, mund të vdiste aty. Ti vazhdo. Ndoshta aty e josh it's his thing, si këto që kanë qef golden showers, ai ka. Po. Njerëz që vjell. Jo se po kënaqem. Po vjell, jo s'ka gjë ikti se po kënaqem un. E kisha nda direkt. Meshkuj duhet kujdeseni për të dashurat tuaja kur Patjetër, duhet kujdeseni në rast të parë. Përgjithësi, domethënë, po me gjithë rasti konkret që po vëndyrë të zorrët, nëse quani të dashur
gjithmonë, sepse ka raste që gocat mendojnë që janë në një lidhje, por çfarë nuk e din që janë në një lidhje. Po, shumë faleminderit që ne mos kemi më histori të tilla. A mund të keni një bashkëbisedim që të jeni në një fjalë? Po pra Mikli, sigurisht se mund ta pyesim ça jemi, jo nuk pyetet. Po në momentin që do ta pyesësh nuk je asgjë. Gota mi qetësoj, ka drejt Xhezi. Jo, në moment që ti shkon e thot ç'a jemi ne nuk je asgjë sepse do ta ndjesh Po kur si ai merret vesh? kur ke 4 muaj me një mashkull, Ajo e ka ndjer. Përgjigje. Ajo e ka Guess ndjer. what? Nuk je. Po e ka ndjer. E pa mirë, hajt Ç'e mendon? natën e mirë pra. Se nuk e